Imer Selmani, kryetari i Partisë Demokracia e Re në Maqedoni, thotë se partia e tij e sapo formuar kërkon të japë fund politikave grinse mes shqiptarëve dhe të ndërtojnë një klim të re mes subjekteve politike atje. Zoti Selmani, partia e të cilit kohët e fundit u shkëput nga Partia Demokratike Shqiptare, bisedoi në New York me kolegun Ilir Ikonomi. Kryetari i Partisë Demokracia e Re, Imer Selmani, thotë se ka ardhur në New York për të promovuar Partinë e Re dhe për të diskutuar me shqiptarë amerikanët mbi këtë nismë të fundit në skenën politike të Maqedonisë. Ai thotë se mungesa e dialogut mes shqiptarëve në vendin e tij ka bërë që pozita e tyre në qeverisje të jetë e dobët. Në skenën politike të shqiptarëve pas lindjes së Partisë BDI-s, nuk pati asnjë dialog mes PDSH-s dhe BDI-s. Bile dhe për çështje shumë të mëdha mbi partijak. Andaj dhe sot kemi një pozicion shumë të dobët të faktorit shqiptar. Në qeveri kemi një pozicion shumë të dobët të partive politike shqiptare. 40 vjeçari Imer Selmani me profesion mjek ka qenë ministri i shëndetësisë dhe zëvendës kryeministër në qeverin Gruevski. Ai thotë se politikës në Maqedoni duhen njerëz të vendosur për të sjellë ndryshim. Ka ardhur momenti kur në politikë do të fillojnë të miren njerëz të cilët hyjnë në politikë për interesa shumë fisnike ose interesat që të ndrojnë gjendjen e popullit të vet dhe shtetit të vet. Dhe ky moment është mase i qelluar në momentin kur Partia Demokratike Shqiptare tregon mospasjen e kapacitetit ose zero kapacitet për ndryshmëri. Nga ana tjetër kemi një parti tjetër në pushtet, Partia BDI-ja, e cila edhe pse mor mandatin e popullit, mor votat e popullit, tregon një kapacitet shumë të dobër në menaxhment të qeverisjes. Zoti Selmani beson se partia e tij do të di të dallohet nga partitë e tjera politike. Dallimi ynë pretendojmë që të jetë vetëm dallim mes ofertave konkrete që do të dalin, vetë qytetarët të kenë të drejtën të marrin ofertën, të analizojnë ofertën dhe të përkrahin ndonjë ofertë. Mos të jetë një politikë e arrogancës, politikë e mbjelljes së urrëqjes mes qytetarëve dhe partive politike. Zoti Selmani mendon se politikanët shqiptarë duhet të kenë një vizion më të gjerë për bashkëtesën në Maqedoni. Shqiptarët në Maqedoni janë një popull i cili jetojnë dhe duhet të jetojnë edhe maqedonasit dhe në atë drejtim ne duhet atë dialog i cili filloi mbas konfliktit 2001 të ndërtojmë dhe të krijojmë një ambient që edhe maqedonasit asnjë moment mos i shohin shqiptarët si një popull i cili pretendon të ankohen të marrë diçka më tepër nga ata, po nga ana tjetër shqiptarët të marrin hisen e tyre e cila u meriton edhe sipas kushtetutës edhe sipas parimeve ndërkombëtare. Zoti Selmani thotë se përçarjet mes shqiptarëve kanë qenë një faktor që e kanë shtyrë njohjen e Kosovës nga Shkupi. Unë jam shumë i sigurt se në qoftë se arriteshte edhe më herët konsenzusi mes partive politike shqiptare që të kenë një politikë të njëjtë dhe të barabartë mes veti për çështjen e pranisë së Kosovës, nuk do të kishte fuqi nga ana tjetër e partive politike maqedonase, qoftë kryeministri, qoftë kryetari i shtetit që të vononte procesin. Partia Demokracia e Re u krijua vetëm para një jave. Logoja e partisë së re, 2 gërma në ngjyrë të kuqe dhe të zezë, shpreh ecjen e shpejtë përpara dhe energji. Mbetet të shihet tani se me sa energji mund të ndikojë ajo në zbutjen e marrëdhënieve shpesh të acaruara mes partive shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ikonomi, New York.